13 vjet radar. 13 vite më parë, një ide e vogël nisi shtektimin me një ëndër të madhe. Filloi si një emision me rubrika lojra shpërblyese, buzëqeshje të përditshme, por shumë shpejt, Radar u shndrua në shumë më tepër se sa një program radiofonik. Ai u bë vendi ku njerëzit gjenin afërsi, ngrohtësi, shpresë, u bë shtëpia e historive që ne të gjithë i kemi prekur e përjetuar bashkë. E me kalimin e viteve, Radar u ofrua edhe më shumë me dëgjuesi, duke kthyer humanizmin në gjuhën tonë të përbashkët. Në një periudhë të shkurtër, krahu i ndihmës ushtri përtej kufive deri në Londër e më pas në Zvicër, duke treguar se zemra nuk njeh distancë. Së bashku me ushtarët e Radarit, për 13 vite arritëm të sigurojmë rreth 2 milion euro mbështetje për familjet që trokitën në derën tonë. Rastet u mbyllën me shpejtësi rekord. Rasti i Lumnijës, zonja Vjollca nga fush Kosova, rasti i Lumit, Olti jon, Anuari, Nëna Vjollc, Petriti, Ketuari, Murlani, Artila, Gazmendi, Shaha, fëmijët me leukemie, shumë raste tjera. Çdo histori ishte një betejë, e shumë beteja u fituan, sepse ne luftuam bashkë. Një nga iniciativat që la gjurmë ishte Barnatoria, nisma që u dha shpresë 10 pacientëve. Gjatë viteve 2021-2022 dhuruam rreth 20.000 euro medikamente falas, duke lehtësuar dhimbjen e atyre që çdo ditë luftonin me smundje të rënda. E në vitin 2015, me ftesë të ambasadorit Lirim Grejqevci dhe në organizimin e humanistës Adelina Toplica Badivuku, u mbajt mbrëmja e parë humanitare në Londër. Ndihmë për familjet skamnore në Kosovë thirrej. Pastaj u organizuan edhe gala të tjera ku për vite me radhë u ndihmuan 35 familje fal bujarisë së bashkëdhetarëve tanë. Çdo vit Radar ka shpërndarë edhe pako ushqimore për familjet në nevojë, duke u bërë pjesë të tryezave të tyre. Por Radar nuk është vetëm humanizëm, është miqësi. Ky vend ka pritur mira mysafir njerëz me histori suksesi, sfida të mëdha e halle që i ndam bashk, me buzëqeshje që na mbushën ditët dhe me lot që na kujtuan se zemra njerëzore ka forcë. Nga ky vend qeshëm, qam dhe u bëm familje. Dhe si çdo herë tjetër i kujtojmë me mall ata që i humbëm rrugës. Njerëzit që na lanë dhimbjen e mungesës, por edhe kujtimet më të bukura, ato që i ruajmë me zemër. Sot Radari feston ditëlindjen e 13, por kjo histori është e gjithë neve. Është historia një rrugtimi të ndërtuar me zemër, me besim dhe me një familje të madhe dëgjuesish që na qëndruan pranë në çdo hap. Për këto 13 vite, ju ushtarët Radarit jeni arsyeja që çdo histori u bë e mundur. Faleminderit që e shkruam
që shkruam këtë rrugtim bashkë.